O Zot puna e lavdizotit po ecën mirë. Deri tani ne po merremi si thash me ndërtimin e një kishe qendrore këtu në Prishtinë. Ju i dini edhe televizionistit i dinë politikën që kisha serbe ndjek në Republikën e Kosovës, ku nuk e njeh atë si një shtet të pavarur dhe sovran, por vazhdon ta quajë Kosovën me Tokja. Jemi në një proces gjyqësor me kishën serbe, presim vendimin e apelit për manastirin e Shën Albanit ose kishën e Rakinicës. Si faleminderit që pranuat jeni pjesë e misionit tonë dhe na pranuat me ambientet e metropolisë së Kosovës. Faleminderit shumë edhe ju për vizitën, mirë se ardhët, ne i kemi dyert hapur gjithë edhe ju falenderojmë për prezencën. Hirësi, këto ambiente, këto pikturat të ashtu të shetërve të cilat po i shohim në këtë ambient, por keni vendosur që emri i shetit, emri i Konstantinit të jetë në thot edhe ai i cili do ta mbaj emrin Metropolia e Kosovës. Po, edhe jo rastësisht. Këtu ndodhemi në Metropolinë e Shenjtë të Prishtinës, Pejës edhe gjithë Kosovës. Faktikisht, kjo është kryepeshkopata, pra ku qëndron kryepeshkopi, por për Prishtinasit edhe për ata që janë nga Peja, kjo nuk konsiderohet kryepeshkopat, por mitropoli, sepse çdo problem që ato kanë e sjellin këtu, në këtë vend, dhe jo në qytetin e tyre, sepse Kisha Ortodokse Autoqefale e Kosovës në mënyrë oficiale ka vetëm 4 muaj që ka hapur dyert për besimtarët, nuk ka pasur një kishë të tillë në kohët moderne, dhe kështu që ne kemi përshtatur një ambient që më përpara ka qenë çerdhe për fëmijët, ne kemi përshtatur në Mitropoli, këtu ndodhemi në vendin ku bëjmë shërbesat, ditën e diel, ku bëjmë meshat. Çdo gjë është përshtatur derisa të kemi edhe ne një kishë katedrale, ashtu siç kemi kërkuar edhe nga shteti. Po gjërat e mira vinë dal nga dal, kështu që e keni dëgjuar besat e shprehën ku thotë që ne bëjmë plane dhe Zoti qesh me ne, kështu që më mirë t'ja lëm Zotit në dorë. Atëre, them të drejtën, pas gjithë kësaj situate të krijuar, siç ishte rasti edhe me kishën e afërsitë e Podujeves dhe situatën politike, sa i përket aspektit të kishës ortodokse, sa ka qenë e vështirë që të vini deri në këtë pikë ku jeni sot? Çdo ditë është e vështirë. Sepse misioni i kishës ortodokse Autoqefale të Kosovës nuk është thjesht një mision hynor ose fetar, por fatkeqësisht ose fatmirësisht është edhe një mision politik, është edhe një mision kombëtar. Ndryshe nga kisha katolike, kisha ortodokse është një kishë kombëtare. Dhe jo më kot themi fjalën autoqefal. Autoqefal nga greqishtja e vjetër do të thotë autoqefalis, kokë më vete, pra e pavarur. Është një soi si shteti. Pra, në fillim vetë shpallësh shteti pavarur, pastaj shtetet e tjera të njohin si një shtet sovran. Kështu është puna e kishës ortodokse. Pra ti vetë shpallësh kisha autoqefale dhe më pas kisha nën, që është ajo Konstantinopolës, të njeh si kishë pavarur. Deri ku ka arrit ky proces? Ky proces është që ne po merremi fillimisht me ambientet kishtare, siç thash jemi në një proces shumë delikat,
sepse ju i dini dhe televizionistit i dinë politikën që kisha serbe ndjek në Republikën e Kosovës, ku nuk e njeh atë si një shtet të pavarur dhe sovran, por vazhdon të quaj Kosovën me Tokja, që është për të ardhur keq normalisht, por që Kisha Ortodokse që fale e Kosovës, punën e saj po e bën më së miri, duke u lutur për qeveritarët, që Perëndia t'i kthjellojë dhe t'i ndriçojë, që të punojnë për të mirën e kombit, të kishës, edhe të xhamisë dhe të gjithë besimtarëve, edhe jo vetëm që ndodhen në Republikën e Kosovës. Puna e lavdi Zotit po ecën mirë. Deri tani ne po merremi, siç thash, me ndërtimin e një kishe qendrore këtu në Prishtinë, edhe sigurisht edhe me kryepeshkopatën. Çdo të diel këtu kryejmë shërbesa të shenjta ose meshën e bëjmë të dielave në orën 10 deri në orën 11. Ambienti është shumë i vogël, interes nga besimtarë ose nga njerëz që janë kurioztar ka, patjetër vinë, ne i kemi dyert hapur për të gjithë llojet e njerëzve, nuk bëjmë dallime race, ngjyre, etnie, kombësie. Sigurisht që kjo është një kishë kombëtare e Kosovës, që i përket besimtarëve ortodoks të Kosovës. Por, kjo nuk do të thotë që ne nuk pranojmë vizitorë nga Kina, nga Amerika, besimtarë të ndryshëm të feve të tjera. Ne i presim për herë, dhe madje i kemi ftuar që të na vinë, dhe kanë ardhur. Do shta se do të flasim më shumë për punën që e bën kjo kishë jashtë politikës, por nuk mund t'i kalojmë edhe disa pyetje, ndoshta të cilat ndërlidhen pikërisht me metropolinë. Ka pas reagime të shumta edhe nga kisha ortodokse, sa i përket punës suaj, por shteti i Kosovës si ka reaguar këtë rast dhe cili është reagimi tyre pas fillimit të punës së metropolisë? Keni pas shumë takime me politikat? Ne kemi pas shumë takime, por unë të them që shteti i Kosovës zbaton vetëm ligjin. Pra, nuk ka të bëjë se është ortodoks ose musliman ose katolik, por thjesht shteti do qetësinë në Kosovë dhe drejtësinë. E sigurisht ne drejtësinë e kemi gjetur. Deri tani jemi në një proces gjyqësor me kishën serbe, presim vendimin e apelit për manastirin e Shën Albanit ose kishën e Rakinicës, që jemi mësuar që t'i themi kështu. Ashtu edhe një gjuhën popullore, po. Dhe kisha serbe, unë mendoj që është e mira që të merret me Serbinë. Pra, ne njohim veprimtarinë e kishës serbe, vetëm unë, por të gjithë shqiptarët, dhe për më tepër se një veprimtari politike nuk është gjë tjetër. Pra, vetëm rrobat veshin klerikët serb, që duken si ortodoks, por nuk mund të luash ti në emrin e Zotit. Në emrin e Zotit të bësh vrasje, në emrin e Zotit të bësh krime. Nuk është kjo ajo që thot Ungjilli. Ungjilli thot, nëse dikush ju godet me një shuplak, në një faqe ju kthej një faqen tjetër. Dhe jo më të lejoj Ungjilli ose besimi fetar i krishterë të lejoj luftën. Nuk është para asnjë kishë tjetër në botë të bekoj armët që të vriten shqiptarët. Kjo është për të ardhur keq, faktikisht, por është një vërtet. Dhe këtu deri përpara disa kohësh në Kosovë ka qenë ky mentaliteti që kush është ortodoks është serb. Ose është shkja, dhe për këtë arsye besimtarët ortodoks kanë pasur ndroje dhe frikë të dilnin dhe të thonin që jemi ortodoks, siç ende fatkeqësisht një shumicë e tyre kanë këtë frikë, që të thonë që jemi shqiptar, por jemi të besimit ortodoks. Zakonisht frekuentojnë kishën katolike, që vinë dhe bëjnë lutje dhe ndezin qiri. Disa të tjerë nuk frekuentojnë asnjë, vetëm kur shkojnë në Shqipëri, që shkojnë për kishat ortodokse që janë atje. Sa besimtar ka ortodoks, ndoshta nuk i dini gjitha, por ata të cilët janë? Duke u nisur dhe duke u bazuar nga një profesor ortodoks, i cili ka ndruar jetë tani, profesor Dr. Partizan Shuperka, ai ka evidentuar 5.000 ortodoks shqiptar që jetojnë edhe banojnë në Kosovë. Sigurisht, disa mund të kenë lëvizur, mund të jenë shtuar
tjerë, por ne momentalisht po kërkojmë ndihmë në institucionet përkatëse që i kanë këto evidenca, por edhe nga regjistrimi i popullsisë që është bërë që doli 1.5% e popullsisë doli besimtar të religionit ortodoks këtu në Kosovë, aty ku dhe ne sigurisht u angazhuam për të pasur një kishë ortodokse këtu në Kosovë. Sigurisht ne kemi dhe sinodin e shenjtë, është mitropoliti i Prizrenit, është dhe mitropoliti i Gjakovës, është dhe mitropoliti i Prishtinës. Sepse kishat ortodokse pa sinod nuk mund të funksionojnë. Dhe ky sinod është ai që merr vendimet për të ardhmen e kishës ortodokse këtu në Kosovë. Po si jush, keni edhe ndonjë metropolit, ashtu, e cila ju ka përkrahur vazhdimisht gjatë gjithë kohës i jashtë territorit të Kosovës? Janë disa kisha ortodokse lokale, ne përpara 2 ditësh patëm një delegacion nga kisha ortodokse e Rumanisë dhe eksaktësisht nga Mitropolia e Konstancës, qësia e tij mitropoliti Teodosie, mitropoliti rumun, ku na nderoi me një titull akademik, një titull nderi, dhe gjithashtu ruaj marrëdhënie të mira me kishën e Rumanisë dhe me kishën e Ukrainës. Kemi pasur dhe vizita në Greqi, në Mitropolinë e Selanikut, ku misioni jonë është për të njoftuar të gjithë kishat e tjera në botë, për kishën ortodokse autoqefalit Kosovës. Pra veprohet njësoj siç ka vepruar Kosova për njohjen e pavarësisë. Është njësoj. Nuk ndryshon asgjë. Thjesht kemi të bëjmë me fenë dhe me kishën, kurse në rastin e Kosovës shtet kemi të bëjmë me politikën, me diplomaci e tjera e tjera. Atëherë ne kisha dashur pak a shumë edhe ndoshta të na tregosh pak për ambientin. Këtu ndodhemi në kish, në thonjza se ne kemi bërë kish, nuk ka qenë. Improvizuar. E improvizuar, sakt. Normalisht tu duhet ishte ajo ndarja ikonostasi që ndan altarin ku qëndron prifti dhe vendin ku qëndrojnë besimtarët. Ne i themi kësaj tryeza e shenjtë, ku vendosim ungjillin, kryqin dhe bëjmë shërbesat, meshën. Njëkohësisht këtu në Mitropoli kemi dhe një pjesë të Lipsanit të Shën Kozmajt të Kolkondasit, që e kemi marrë nga Elbasani, nga kisha Shën Kozmajt në Elbasan, për arsye sigurie, dhe e mbajmë këtu dhe njerëzit që vinë, disa që nuk e dinë se çfarë është, e shikojnë me shumë kuriozitet, çfarë është kjo, se ka mundësi, kurse besimtarët ortodoks vinë edhe nderojnë edhe luten te shenjtori për ndërmjetim. Ne themi nuk mund të shkosh në gjyq pa një avokat. Kështu që edhe shenjtorët për këtë shërbejnë. Ndërmjetësimi i tyre. Është ndërmjetësimi i tyre tek Zoti për ne. Si është pritur nga vetë qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë këtu në afërsi, shumë vizitat shpeshta, keni njerëz të cilët vinjorojnë dhe jo përgëzojnë për punën. Ka njerëz që vinë dhe na vizitojnë, madje ka dhe nga Shqipëria, ka edhe nga Maqedonia e Veriut, që vinë nga Kosova, po që ka, patjetër. Madje dhe hoxhallar kanë ardhur për vizitë, edhe klerik katolik jo, nuk kanë ardhur ende. Urojmë që
patjetër me bekimin e Zotit edhe ata të vinë, siç edhe unë shkoj. Përballë Mitropolis ne kemi kishën katolike të Shenjtit Shtando. Dhe të dielave mbas dite aty mbahet liturgjia. Dhe unë patjetër shkoj me shumë kënaqësi dhe dëgjoj, ndez një qiri dhe dëgjoj. Edhe kjo tregon që pavarësisht se në vitin 1954 ne jemi ndarë si kisha, por ne duam njëri tjetrin sepse të gjithë jemi shërbëtor të Zotit edhe të Krishtit. Edhe ndjekës të Ungjillit. Kështu që unë mendoj që duhet të flasim më tepër për gjërat që na bashkojnë, sesa për gjërat që na ndajnë. Se të bëhesh i keq, bëhesh me sekonda, por të arrish të mirën është shumë e vështirë, sepse duhet të mposhtësh egoizmin. Egoizmi është ai i cili, domethënë, është ai që i prish punë njeriut, është ai që e çon drejt djallit, jo drejt Zotit, sepse të shkosh drejt Zotit duhet të jesh njeri i përulur, duhet të jesh jo hipokrit, jo të tjera predikon edhe të tjera bën vetë. Për shembull, të jap një rast konkret, unë e kam të pamundur të mbaj kreshmën për arsye personale. Edhe si i them njerëzve, nuk them besimtarëve, kreshmoni se kështu thon etrit e kishës. Jo, secili sipas mundësisë. Se kreshma nuk është vetëm ushqimi, por kreshma është më tepër shpirtërore se sa fizike. Se trupi do të kalbet, por shpirti do të gjykohet. Kështu që është më e mira që të mos tregohemi hipokrit për atë që ne predikojmë në kish, kur dalim jashtë të bëjmë të kundërtën. Mos tregohemi si Juda Iskarioti. Atëherë kisha dashur që pak a shumë të na shpjegosh edhe rritin e të dielës, do të thotë se fillon ora 10 deri në orën 11. Cilat janë shërbesat e sa të kryen në Metropoli nga ju? Faktikisht, kjo kish ku ju jeni sot është kisha private. Pra këtu nuk lejohet hyrje askujt. Por duke qenë se ne në Prishtinë nuk kemi ende një kish normale, atëherë me vendimin e sinodit kemi vendosur që çdo të diel, liturgjit dhe çdo ditë shërbesat do bëhen këtu në kishën e Mitropolisë dhe Mitropolia do jetë hapur për të gjithë, ata që duan të vinë dhe të dëgjojnë liturgjinë dhe shërbesat. Shërbesat janë çdo ditë në orën 6:30 mbasdites, bëjmë shërbesën e darkës, ku i bijmë edhe kambanave dhe të dielën nga ora 10 deri në orën 11 është mesha e të dielës, ku gjithashtu patjetër i bijmë edhe kambanave. Çdo gjë që ju shikoni këtu, se kjo është një vend shumë modest, është me të ardhurat e besimtarëve ortodoks të Kosovës. Në ndihmë besimtarëve ortodoks. Çdo gjë. Duke filluar që nga gjëja më e vogël deri te ajo më e rëndësishme ose më e madhe. Pasi vetëm them se këtu kanë investuar dhe donacionet janë nga besimtarët ortodoks të Kosovës, aspekti financiar, sa është vështirë të mbajnë gjitha këto gjëra dhe ndërtimi i katedralës, siç e thotë, si do të ndërtohet ajo? Është e vështirë, patjetër se kisha ortodokse ka shumë shpenzime, duhet që nga kandilat e qirinjt e gjitha këto me radhë vera e vaje. Por me ndihmën e Zotit, edhe me bekimet e Zotit dhe me ndihmën e njerëzve që vinë këtu, ne përpiqemi që të mbajmë Mitropolinë edhe manastirin që kemi në Rakinic, por edhe kishën e Shën Kozmajit që është në Elbasan, për shkak se ajo kishë që ndodhet në Elbasan është kthyer me Tokyo i kishës së Kosovës, që do thotë degës. Po. Pra, ajo kishë tani më nuk i përket më Republikës së Shqipërisë, por asaj të Kosovës. Ose nuk i përket më kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, por asaj të Kosovës. Nuk kemi ndonjë fond nga shteti ose ku di unë, por nga biznese të ndryshme që vinë edhe ndihmojnë, derisa ne të krijojmë një stabilitet të qëndrueshëm, se disa për shembull kanë pyetur shumë që ku i ka gjetë lekët. Që lekët nuk gjen, nuk mbijnë, por lekët i sjellin. Jeshtë, mirë. Pra, është dhe shpirtërorja, por edhe materialja.
shërbesat në çfarë gjuhe? Sa të kryejnë gjuhën shqipe. Po pikërisht, po se unë e di, po ka shumë njerëz që nuk e Po, shërbesat kryejnë në gjuhën shqipe, në shqipen letrare. Mund të ndodhi shumë rrallë, nëse ka të huaj, zakonisht ka dhe që vinë turist, dhe mund ta themi ndonjë fjali anglisht, që dhe ata të kuptojnë edhe të ndjeni mirë, ose kur ka italian për shembull, na ka rastisur që kemi kënduar edhe pak italisht për në shenjë respekti të atyre, por gjuha zyrtare e kishës ortodokse autoqefalet të Kosovës është shqipja. O Zot, sira tek ty, të drejtohet lona otja ime si themja ngritja e duarve të mia si therore mashme o Zot jomën. Lavdime të o Krisht Perëndi, shpresa jonë, lavdime ty. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjtë, tani e për herën e jetës ve amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, beko kryet Zoti Shenjtë. Krishti Perëndia i vërtet, me ndërmjetimet e mëmës së tij të pacënuar dhe krejt të papërlyer, me fuqinë e kryqit të çmuar dhe jetë bërës, me mbrojtjen e fuqive qiellore të çmuara pa trup, të nderuarit të lavdëruarit profetit, pararendësit dhe pagëzorit janë, të apostëve të shenjtë, të lavdëruar dhe të dëgjuar, të shënë Konstantinit, të Dadanis e imi që e mban mitropolia, edhe të shenjtorit e ditës që e lusim sot, na mëshiroft edhe na shpëtoft si Perëndi i mirë, mëshirues edhe njeri dashës. Amin. Me uratat e patriarkut tonë Zotin Isu Krisht, Perëndia ynë mëshirona edhe shpëtona.
Amin. Bekimi dhe mëshira e Perëndisë ardh mbi ju me hijen e Tij ynor dhe njëridasjen e Tij, gjithmonë tani e përherë e në shekujt të shekujve. Amin. E dëshmove krejt besën e shenjtë, e stolisë e ti kishën e tërë, dhe u tregove imituesi apostujve, dhe duke mbjellë mësimet e hyjshme, luftën e mbarove me martirizim, i lavdëruar shën kozma. Lut ju Krishtit Perëndi të shpëtojë shpirtet tona. I bekuar je o Krisht Perëndia ynë, që i tregove peshkatarët e gjithurtë, duke ju dërguar shpirtin e shenjtë, dhe me anën e atyre e rjetove gjithë botën, njeri dashës lavdim ty. Me uratat e tërve tanë të shenjtë të Krisht Perëndia ynë mëshirona dhe shpëtona. Amin. Hirsi, këtu do në thot për shumë edhe flamurin, stemën e kishës ortodokse autoqefalit e Kosovës. A ka mundësi që të na spjegoni pak a shumë simbolikën e kësaj? Është kryqi, shqiponja, ylli i Davidit, duket ashtu, nuk është do të na spjegosh pak më në detaj. Atëherë, këtu kjo është edhe vula e kishës, por edhe flamuri i kishës së Kosovës. Këto vijat e ndërprerë anash simbolizojnë besimtarët ortodoks shqiptar të Kosovës të asimiluar në serb. Këto dy vijat e ndërprerëra brenda që bashkohen këtu në një fjongo simbolizojnë besimtarët ortodoks shqiptar të Kosovës edhe të Shqipërisë. Ylli, syri simbolizon syrin gjithë shikues të Zotit. Edhe trekënçat simbolizojnë Perëndin triadik, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Shqiponja simbolizon shqiptarin. Këto rrezet të përhapura simbolizojnë shenjtërinë, pra është ajo aureola që vendoset tek shenjtorët. Ndërsa skifteri, demi, ëngjëlli edhe luani simbolizojnë katër ungjillorët, Joanin, Markun, Mateun edhe Lukain ose Lukain, siç thuhet. Kjo është me ngjyrën e Bizantit. Pra është një kuqe e errët si ngjyrë, që ne e përdorim, që është lyer dhe Patriarkana e Pejës në këtë ngjyrë. Kjo është dizajnuar nga një musliman i Kosovës. Ai ka qenë ai që e ka ideuar, po tashti është bërë ortodoks. Tashti është pak gëzuar tani këtu tek ne, edhe është ortodoks, edhe vjen çdo të diel. Ai ka qenë ideatori, nuk dëshiron që t'ia themi emrin. Disa kanë aluduar shumë për flamurin, jo mason, jo kështu, jo disa pralla, por nuk ka lidhje fare. Çdo gjë që ndodhet, çdo simbol është ose simbol biblik, ose simbol kombëtar. Kurse aty mbrapa jush kemi Shën Angjelinën shqiptare, po. Shën Angjelina. Cila ka qenë Shën Angjelina? Shën Angjelina ishte motra e Donika Kastriotit, e bashkëshortes së Gjergj Kastriotit. Edhe është shenjtore, po, është shpallur shenjtore. Pretendohet që ka qenë serbe kështu, por nuk janë thjesht disa haludime, disa mendësi,
nuk ka lidhje fare. Ajo prandaj thuhet Shën Angelina shqiptare. Pra, vjet theksi shqiptare. Meqen kishte vënë Shën Angelina e Serbisë, po nuk është ashtu, është shqiptare. Jemi këto në hyrje të kishës, edhe këtu kemi disa simbolika të cilat do të na shpjegosh aty siç duket është Flamuri i Bizantit, po, që çdo kishë ortodokse në gjithë botën, aty ku ka kishë ortodokse gjithmonë valvitet flamuri i Bizantit, por nuk ka qenë vetëm kjo arsyeja që ne kemi vendosur, është dhe një arsye tjetër që Gjergj Kastrioti Skënderbeu edhe flamuri shqiptar ka preardhjen për këtij flamuri. Pra ky është flamuri i cili Gjergj Kastrioti e mori si flamur kombëtar pastaj. Po. Kemi edhe kryqin këtu. Po, Çka simbolizon kryqin e hyrje të metropolisë? Kryqi jashtë metropolisë simbolizon që këtu ndodhet peshkopi. Pra këtu është krye peshkopi që qëndron dhe është si një shenjë. Pra ne kemi bërë si tradit këtu në kishën e Kosovës që ku ndërtohet dhe ku ka metropoli, jashtë vendoset gjithmonë një kryq sa më i dukshëm që besimtarët ta dallojnë dhe ta shikojnë që këtu ndodhet peshkopi. Edhe në hyrje pikërisht e kem fanolin, të madhen fanolin. Këtu është fanoli, këtu është stema Kisha ortodoksa do që falë e Kosovës. Kryepeshkopata e hirshme e Prishtinës, pesë dhe gjithë Kosovës. Dhe themeluesi është Noli, patjetër. Noli nuk arriti dot që ta themelonte kishën e Kosovës, por lavdi Zotit që edhe Noli, lutjet e Nolit janë plotësuar. Tani kisha e Kosovës është, funksionon, dhe ne lutemi për herë për shpirtin e Nolit që të prehet në parajs aty ku prehen të drejtët edhe shenjtarët. Dëshira jonë ishte që ne të kishim një relike të Nolit këtu në kishë, nuk e di sa do jetë e mundur kjo gjë, por ne do të lutemi te Perëndia që të na mundsoj një relike të fanolit, qoftë edhe një kryq të tij ose kurorën, me shpresën ke Zoti. Ashtu se edhe ai ka qenë ëndra ti ka qenë kjo cila Kjo që ne po realizojmë, kjo ka qenë mund të shikoni edhe kishën katolike që kemi përballë, edhe kisha Shënandojt. Është ajo, jemi komshi, jemi fqinj, po njëkohësisht kemi fqinj dhe fëmijët, çerdhet, edhe një shkollë tjetër. Kështu pra jemi në mes të mirave. Edhe një park shumë të bukur, pra jemi në mes të mirave këtu në Urpian. Lavdi Zotit. Atëherë Hirsi, të falenderoj shumë edhe një herë dhe cili do jetë mesazhi jot për fund. Faleminderit ju për vizitën që na nderuat, edhe mesazhi im është gjithmonë për të gjithë besimtarët ortodoks që ndodhen në Kosovë të mos kenë frikë, të largojnë frikën, të largojnë ndrojen, dhe të vinë të dielave në kishën e Mitropolisë, dhe të marrin pjesë në liturgji, dhe pse jo, ata që kanë dëshirë edhe kanë një inspirim hynor, mund të bëhen dhe priftëri, mund të bëhen dhe murgj, mund të bëhen dhe morgesha, por sigurisht kjo kërkon kohën e vet, megjithatë ne kemi dyert e hapura për të gjithë dhe i mirpresim të gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve, Zoti t'ju bekojë.